Edhe në qoftë se ajo vazhdon akoma më shumë, do të përkeqësohet, sepse gjatë gjumit është kur trupi jon prodhon growth hormone ose hormonin e rritjes. Dhe hormoni i rritjes është shumë i rëndësishëm kur ne flem gjumë që të rrisi kolagjenin në lëkurë. Kështu që të Hormon paktën rritje. 7 deri 8 orë në darkë duhet të flem gjumë. Okej, po hormoni i rritjes funksionon për të gjitha moshat? Po, për Apo të edhe gjitha tek të moshat, rinj, edhe për të kur gjitha rritemi moshat. kemi nevojë për growth hormone, po, por bën punë të tjera, për shumë na rrit në mënyra të tjera. Kemi nevojë nga ana e konagjelit, nuk është se do shtojmë gjatësi, por na ndihmon për gjëra të tjera. Sa orë duhet flem që të jemi të bukura tani? Të paktën 7 orë. Okej, mirë. Jemi. Me përpjekje Është edhe mund t'ja dalim. Pasën e jetës që jetë, tani me fëmijë të vogël harroje, nuk flet dot 7 orë rresht, po. Ajo është rekomandimi, po të shohësh studime të paktën 7 orë gjumë. Dhe jam e bindur që është faktor i rëndësishëm edhe cilësia e gjumit që bën. Dhe për këtë dua të të pyes për një tjetër presion komercial që vjen kryesisht nga reklamat. Jastëkët me mëndafsh kanë rol vërtet për lëkurën? Shumë interesante. So, nuk është se ka studime të mëdhaja, por nga ana teorike, it could be helpful. Mund të ndihmoj sepse të ul ata fërkimin mekanik që i ndodh lëkurës kur ti fle në jastik. Kur të fërkohet lëkura, edhe ajo është më ndafsh, është më pak ajo friction. Kështu që ideja është që me kalimin e kohës, sa më pas pak traumë mekanike të kesh, më pak rrudha mund të kesh. Pjesa tjetër e mëndafshit është që ka proteina biologjike që janë antibakteriale, që kjo mund t'jetë më rëndësishme për pacientët që kanë akne, sepse ndonjëherë nëse e përdor të njëjtën për shembull klaf jastiku edhe nuk e ndron shpesh, ideja është që mund të kontributojë në rritje të bakterisë në lëkurë, kështu që silk pillowcases të mbrojnë sadopak nga kjo. Interesante. Ne në podcast nuk kemi ndonjë kompani që po bën reklam, po mirë do ishte për ato që dëgjojnë të shesin, t'ja u shpjegojnë grave që ndihmon dhe ndoshta mund të jetë dhe një dhuratë e mirë për të bërë. Ide e keqe. Po. Por kam një tjetër pyetje në lidhje me gjumin prap. Po mënyra se si fle. Pra, me faqen në një anë ose fle me fytyrën lart, me fytyrën poshtë, varet se secili ka rutinën e vet. A ndikon në shtimin e rrudhave me kalimin e viteve? Po, në fakt për këtë kanë bërë studime, kanë bërë për identical twins, edhe i kanë krahasuar binjakët që janë identik, sepse këtu mund të kontrollosh për gjenetikën, në qoftë se flinin në shtëpinë ose në qoftë se flinin anash dhe në bark, edhe ato kanë vënë re që the twin, dhe më thënë që flinte në shpinë kishte binjakër, po më fal, binjakët që flinte në shpinë kishte më pak rrudha, ndërsa binjaku që flinte anash ose shtrirë në bark kishte më shumë asimetri në fytyrë. Edhe në përgjithësi unë e shoh dhe në klinik, i pyes pacientët nga cila anë fle, për shembull nëse ka një runë më të theksuar nga ana e majt ose e djathtë, më thon po nga ajo anë fle, më shumë e shoh të theksuar tek pjesa midis gjoksit kur krijohet ajo linja në mes, ndos sidomos kur ti fle anash. Por është e vështirë që të flesh gjithmonë gjatë shpinës. Unë i them vetes shpesh herë, shtriu kështu dhe kur çohem, pastaj çohem kështu ose anash, që është goxha e vështirë. Por për këtë ka evidencë që është mirë që të flesh në shtëpi, nëse do të bësh gjithçka që mundesh për anti-aging. Okej, doktor Lorena. Pyetjet vështirë të vjen tani. Ti ma di dhe moshën, fakt, po dhe unë nuk e kam sekret. Nga fleun, si fleun? Ti kje gjatë gjithë kohës kështu, ti nuk ka asnjë rrudhë. I wish. Okej, vazhdojmë me pyetjet. Ushtrimet fizike, aktiviteti sportiv, ecja, vrapi, ndikojnë te cilësia e lëkurës? Po, jashtëzakonisht shumë. Janë nga dy aspekte në pak, jo vetëm nga aktiviteti fizik, por sepse it also affects your mood, domethënë se si ndihesh, edhe
të dyja kanë shumë rëndësi për shëndetin e lëkurës. Në qoftë se ti bën shumë aktivitet fizik, ose sidomos tani kemi më shumë evidencë në qoftë se bën pesha, që vazhdon bë, që është akoma më e rëndësishme kur ti afron menopauzës ose në je në menopauzë, sepse sa herë që ti ngrej pesha, muskujt lëshojnë një sinjale ose molekula që ti po e shpjegoj në mënyrë shumë simpliste, po i thon lëkurës që të prodhojnë akoma më shumë kolagjen. Në përgjithësi njerëzit që janë më aktiv, që ngrejnë pesha, bëjnë vrap, e kanë kualitetin e lëkurës më të mirë se ata që nuk e bëjnë këtë. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episodet e reja çdo javë.